Ka thënë Muhamedi alayhi salam, 7 lloj të njerëzve Allahu azza wa jall do t'i fut në hijen e tij a ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së tij. E ti tash ngoj edhe këshire veten a je në njërin për këtyne grupeve. Ka thënë Muhamedi alayhi salam, imami i drejtë e pare sa shtirë me kanë imam i drejtë, njeri i cili është rrit duke ju bind Allahut azza wa jall, një burr zemra të cilit është e lidhur për xhamia, jo për xhami, për xhamia. Shumës, ma e man këto, shumë rëndësi. 2 burra të cilët janë dasht për hir të Allahut azza wa jall, janë bashku për hir të Allahut azza wa jall, po Allah na rujt, edhe nëse ndahen vetëm për hir të Allahut azza wa jall. E ka pa që ai fillon Allah na rujt me deviju, largohet prej tina. Një burr të cilin e thirr një grua e cila ka bukuri edhe ka prej ardhje të mirë, është qika atina, është e njohën, një lloj kësaj gruaje e thirr, e kjo i thotë unë kam frikë Allahun azza wa jall. Lype tash, halo, a jetë lyp a je për tyne. Një burr i cili jep sadaka me djathtën e nuk e din e majta që ka dhënë djathta. Edhe një burr i cili e kujton Allahun azza wa jall, madhrinë e tij, edhe i dalin lat. Tash, a e gjete vetën në njënën për këtyne grupëve? Shtira, Allahu azza wa jall na lehtësov se secila prej tyne është e shtirë me kanë prej tyne. Nësë qarim shkurtë musliman, në këtë hadith është përmen shumë një burr, e ka mundësina e grua me vetë e na, ti gjithmonë je mrena me motër. Do më thanë, ti gjithmonë je të hadithi, vetëm kur të nxjerr hadithi me një argument tjetër. Për shembull, imam i drejt, imam i madh atje, khalife këtu, nuk mundesh me kanë ti prej tyne. Ama ti me kanë një motër, e cila e don një motër, ose burrën tanë, por hir të Allahut azza wa jall mundesh me kanë. Ti me dhanë me djathtën tane që mos me ditë e majtja jote që ka dhanë mundesh me kanë. Do më thënë ti je te ky hadith, përveç diçka që nuk është e jotja. Sikur kur janë hadithet të përgjithshme që hin burra gjithkohon, përveç kur s'është e tyne, diçka që s'është e tyne. Për shembull, kur është fjala për mbulesën këtu, është logjike që burri s'është atë, por në ryshi hadithet, ajetet janë të përgjithshme. Sharimi i parë, sharimi i dytë ka ardhur në hadith në hijen time, ka thënë Allahu azza wa jall, është e njohur te ata që njohin fen se kjo ka të bëjë me hijen e arshit Allahut subhanahu wa taala. Lusim Allahun azza wa jall me nasrhun në këtë hije atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër përveç kësaj hije. Lusim Allahun azza wa jall na bëj muslimanë të mirë.